gjatë Ramazanit do të punojmë nga iftari deri në syfyr. Mitrovica, vendi ku jo vetëm njerëzit, por i tërë qyteti agjeron gjatë muajit shenjtë të Ramazanit. Siç mund të shihni, rrugët janë të qeta, ndërsa kafeteritë e restorantet kryesisht të mbyllura deri në iftar. Besoj që është një ndër qytetet, mos them ndër më të parë, po është që është respektuar i shenjtë të Ramazanit. Shumica e lokale që shihni nuk punojnë, është shumë e vërtetë, po edhe para lufte, po edhe tash ka edhe xhami shumë, domethënë një shumica e popullatës e agjerojnë Ramazanin dhe presin e përcjellin me dinjitet. Është për me të kënaqë fakti që shumë edhe të rinj janë që agjerojnë, edhe që janë përkushtuar. Unë për 6 vjet e 1 vjet kalume i kam, unë nuk e moj men komuna e jonë, Mitrovica, që në muajin e Ramazanit e ka kalu pa pas Hafiz, apo do të Shkupit, atë Preshevës, atë Turqisë, nështë 5-6 vite ma shumë i kem Hafiz dhe Turqisë kënojnë patme që bojnë mukabele që i them. Kështu me të vërtet është kënaqësi e vërtet është Mitrovica në muajin e Ramazanit. Jo, absolut, jo nuk shërbetan ka gjatë në Ramazanit. Në ndellë pali. Në Mitrovic, një ndër traditat më të veçanta të Ramazanit është edhe ajo e pritjes të radhëve për pitalka para iftarit. Kryesisht gjatë muajit të Ramazanit, domethënë agjerosti preferojnë pitalkat, edhe domethënë vinë gjatë kohës të iftarit i marrin pitalkat e nxehta. Veçantë punë se na punojmë klasik, domethënë pa aditiv, është furrë klasike e prushit, domethënë, edhe punë më të shishme, më të preferuar për klient. Prania e madhe e besimtarëve në namazin e Teravive në Mitrovic e bëjnë në këtë muaj të Ramazanit jo vetëm një përvojë shpirtërore, por edhe një moment bashkimi për gjithë komunitetin. Pas perëndimit të diellit, Mitrovica zgjohet. Ndryshon tërësisht rutina e qytetit me kafeteri të stërmbushura plot me njerëz.